Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë të mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të çelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarëve, është një gabim shumë i madh, kjo do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë.